Debati mbi propozim ndryshimet e ligjit për veç qeverisje lokale që mes tjerash parashojnë edhe uljen e numrit të këshilltarëve komunal është vendosur sot në seancën për pyetje të deputetëve. Deputeti i Aleancës për Shqiptarët Ilir Dauti ka quajtur tendencios diskriminues dhe përjashtues vendimin e qeverisë për mos llogaritjen e diasporës. Dauti ka kërkuar që propozim ligji të tërhiqet nga procedura, ndërkaq vendimi i qeverisë të shfuqizohet pasi shkel mbi kushtetutën e vendit. Sepse kushtetuta e vendit ton nuk njeh nocion jo rezident. As ligji për regjistrim nuk njeh nocion jo rezident. Nuk njeh nocion jo rezident as ligji për veçqeverisje lokale, po njeh termin banor. Ndërkaq banorët janë shtetasit të cilët kanë të drejtë të zgjedhin dhe të zgjidhen. Në situatën që zvoglohet numri i këshilltarëve, kjo gjysma e kësaj të drejte të banorëve të komunave ju merret sepse ata më nuk llogariten në mesin e atyre të cilët mund të zgjidhen, po do vazhdojnë gjoja të jenë që mund të zgjedhin. Unë konsideroj se kjo çështje ka nisur në këtë formë, ndërkaq do vazhdojë më tutje deri në fshirjen e diasporës edhe nga listat e votimit, sepse shenjat dhe gjurmët po çojnë në atë drejtim. Nga ana tjetër, kryeministri Ristian Mickoski ka propozuar që opozita të mbështetë ndryshimet në kodin zgjedhor për një njësi zgjedhore, por siç tha ai, t'i lejohet edhe diasporës të votojë. Ja, unë jam i gatshëm menjëherë. I shoh deputetët nga koalicioni VMLO të PMN-s që ta mbështesim atë ligj ku do të kemi një njësi të vetme zgjedhore. Dhe le të mos filozofojmë pse ka kaq shumë këshilltar. Le ta hapim këtë çështje dhe ta mbyllim. Të kemi një njësi të vetme zgjedhore dhe në atë njësi të vetme zgjedhore të votohet duke përfshirë edhe votat e diasporës dhe jo vetëm në përfaqësi diplomatiko-konsullore, por kudo ku ligji i atij shteti lejon që të votohet jashtë përfaqësive diplomatike konsullore. Jam menjëherë i gatshëm të mbështes atë ligj dhe ju jap fjalën time se edhe grupi parlamentar i VMLO të PMN-s do ta mbështesë. Në një propozim ndryshimeve të ligjit për veçqeverisje lokale që parashë mos llogaritjen e diasporës nënkupton që në ndarjen e vendeve për këshilltar komunal të mos llogaritet numri i qytetarëve jo rezident, e kjo mund të ndikojë në uljen e numrit të këshilltarëve komunal shqiptar.